Ky lexim që unë po krijoj dedikohet dashurive të thyera, si do jenë dashuritë, çfarë energjie do ketë tek ato, ecuria si do vazhdojnë në vazhdimsi dhe do jenë akoma të vrara dhe të thyera apo do ketë një kthesë universale tek ato. Dashuria si është në ekzistencë në këtë kohë, personat që janë të vrarë, çfarë do vendoset tek ato. E shikoj person me shenjë luan, person shumë i fortë, person intuitiv, person që do zjarri në dorë, person që është gjysmë i vrarë në shpirt, është gjysmë i lënduar në shpirt, është mashkull, është në rrugëtim ky mashkulli, është person shumë i fortë dhe nuk ka arritje, janë kputur gjërat në mes, nuk është më kreativ në vetvete dhe po kërkon zgjidhje. Është person shumë i fortë, po fati tek ai është si i mbyllur. Dhe rrugëtimet e jetës, sa përket dhe dashuria, unë shikoj që tek ai është vendos një magji e errët ose një forcë e errët, sa përket gjysma e pjesës të trupit, tek ai është posedohet errësira dhe nuk ka kreativitet në vazhdimsi që ai të hetoj për vetveten dhe më tepër e quan veten të lënduar dhe të pafat. Po është person shumë i fortë dhe kërkon zgjidhje dhe po lufton, po bën një rrugëtim, po bën një bashkëpunim për të gjetur zgjidhjen e tij. Në lidhje në dashuri e kanë fjalën. Dhe në punë, e shikoj që ai nuk ka më fuqi në ecurinë e punës të vazhdojë në vazhdimsi sepse është rënd si nga psikologjia dhe më tepër han pak inatin e vetvetes pse jam në këtë lloj gjendje. Sa përket identitetit femër, ju femrat jeni ndaluar tash, po mendoni si do jetë vazhdimësia, si do jetë mesazhi tek unë, po e paramendoni dashurinë shumë në dy pjesë, në dy forma dhe në dy sfida. Gjithsesi shikoni që ju po paramendoni në mendjen çfarë lëvizje do bëni, çfarë do luni në këtë kohë, çfarë mesazhi mund të jetë dominues tek ju dhe mesazh do të thënë i plotësuar. E shikoj që jeni pak e lodhur, keni ndarë 3 qëllime dhe pavarësisht sepse një qëllim juaj ka dështuar me kohë, jeni lidhur në shumë pjesë dhe më tepër kërkoni mbrojtje. Ju më tepër keni mbajtur diçka, një hajmali ose një bruzëlyk dikur që për mbrojtje, por në këtë kohë i ka rënë fuqia e bruzëlykut ose hajmalit që keni mbajtur dhe shikoj që ju keni rrugëtim, jeni e hertur dhe prisni mesazh nga 3 persona. Një person i tretë është femër, mund ta keni shoqë, mund ta keni një të afërmit juaj, po kjo mund të sjellë një mesazh plotësues tek ju. Njëkohësisht jeni shumë e pezulluar nga mendimet. Jeni kreative, jeni futur në rrethin e sfidave, jeni futur në një rreth që është i pikturuar dhe më tepër po shikoni vetveten, po ndryshoni stilin e jetës, po ndryshoni stilin e veshjes dhe po ndryshoni stil në shumë pjesë. Tash jeni si në horizont dhe po bëni projekte, jeni vetmuar, nuk shikoj që keni dashurinë këtë kohë, po më tepër po merrni me vetveten, ju po merrni me vetveten të caktoni çfarë do jetë tek ju. Po shikoj që ju doni më tepër hapësirë dhe po e mbani veten në lartësi që po e sfidoni dashurinë që ka qenë tek ju, e mendoni që ka qenë një dashuri e hidhur dhe jeni bërë pishman për këtë dashuri që keni pasur dhe në këtë kohë po sugjeroni persona të tjerë, persona që janë në nivelin e duhur dhe edhe në lartësi, po janë në distancë këto personat, ju luftoni të arrini më të mirën, luftoni të arrini si atë kupën e artë, po projektoni shumë pentakula fatit tek vetvetja. Sa përket identitetit mashkull, shikoj që jeni shumë në mendime, shumë të vrarta, jeni të lodhur në këtë kohë, po gjithsesi kujdes, duhet keni pak kujdes me vetveten sepse rrethoni nga personi i errët. Këtë person ju e keni domethënë nga gjaku juaj, mund ta keni nga i afërmi juaj, sepse ka mendime që juve po e çorodisin ose më saktë ka hedhur diçka tek ju, o një mendim ose një energji që ju shikoni ëndra të paqarta dhe shikoni shpend të errët që mendimet ju shpërqendrojnë, mendimet, fjalët, mendja
vjen edhe ju jep një hutim nga vetvetja. Njëkohësisht ju keni qenë shumë mirë, keni qenë në majra në gjithçka dhe në këtë kohë është pezullu dashuria tek ju, dashuria, mesazhet dhe një dashuri e lënë nga pas, është larguar një e dashura juaj, ju ka lanë si me trauma kjo lloj dashurie. Njëkohësisht kjo ndarja është një si person me dorë të errët që i ka ndarë gjërat midis jush. Si do jetë vazhdimësia dashuria tek ju? Sa përket ju vajzat, ju po e shikoni veten në dy pozicione, po e shikoni veten në dy hapësira dhe po i matni gjërat me balancën tuaj. Herë do të shikoni veten pasqyrë mbrapsht. Në këtë kohë jeni në dashuri të mbrapsht dhe nuk jeni vendosur akoma te dashuria e sinqert. Tashi, për shumë shpejt kohë, ju do vendosni një forcë brenda vetes dhe do t'i caktoni mirë ditët në vazhdimsi. Si do jetë? Edhe shikoj që universi ju ndihmon, e shikoj që u bëni një lutje të fuqishme, e shikoj që ju keni një ndryshim të paparë në mendjen tuaj, po personi që ju keni dashur është i larguar nga ju. Dhe për ju femrat, më tepër është dominuese tek ju femrat dashuria dhe ndarja. Ju po vuni në këtë kohë, shikoj një femër që është e lënë nga çdo pjesë, ka mendime të paqarta, është e lodhur, ka lot dhe njëkohësisht, domethënë si dashuria e parë dhe si dashuria e dytë, ka qenë shpërqendruar, ju keni qenë kreative, keni dashur personin me shpirt dhe me zemër, keni bërë çmos për personin, keni suportuar, keni bërë surpriza të këndshme tek ai, po asnjë gjë nuk është marrë bazë tek ju. Tash jeni në një fazë që po mendoni për vetveten dhe keni shkruar një kod në zemrën tuaj. Ju keni një simbol në zemrën tuaj dhe jeni betuar sepse dashuria tek mua nuk po vlen më dhe jeni hutuar në këtë kohë. Shikoj dhe personi i errët që të ka pushtuar në mendime, e kërkoni zgjidhje tek dashuria. Personi është i larguar nga ju. Shikoj ju femrat, ju do keni udhëtim, mund të shkoni tek personi i dashur, sepse kjo është mënyra që ju do zgjidhni dhe mënyra që ju mund t'ju bashkoj ose mund të ketë një ribashkim ose një sqarim diskutimi, një sqarim seance muhabeti tek ju. Ju e keni dashurinë në shpatulla dhe po do udhëtoni në këtë kohë dhe pavarësisht sepse keni marrë 3 mesazhe jo të mira nga personi që është në udhëtim nga i dashuri juaj, po ju po merrni një vendim të fortë në këtë kohë që do udhëtoni sepse ky udhëtim ju bën domethënë të përmbushin gjithçka. Gjithsesi ju jeni në dilemë në këtë kohë. Si do vendoset tek ju? Tek ju femrat, ju tash domethënë po përmbledhin gjithçka, po jeni në mendime dhe mendoni që unë nuk kam dashuri, mendoni që jam e pasigurt, mendoni që jam e lodhur dhe jam e hakullt e ftohtë. Pavarësisht ju vetë në shpirt jeni shumë femër e nxehtë, mirë, kreative, keni një dashuri të zjarrt të pastër, po nuk ka qenë e përcaktuar të keni pasur 3 lidhje, të 3 lidhjet janë ndështuar. Njëkohësisht po ju vjen një zemër e artë, kjo zemër vjen në ditën vazhdimsi, e papritur, mund të ndikojë një dashuri tjetër, mund të ketë një lidhje tjetër, mund të prezantohesh me një person tjetër që është kamuflon dashuria tek ti, personi është sinqert, po pavarësisht se ju nuk keni siguri në vetvete, jeni pa sigurt nga karma që keni mbas vetes, nga trishtimi që keni pas dhe nga pjesa e dështimit në dashuri. Njëkohësisht prap kjo është për tek femrat, ju domethënë keni mesazhe nga universi, në këtë kohë do keni një transformim, një zbukurim dhe një ndryshim te vetvetja, që të arrini gjithçka. E shikoj që mund të keni dritën e universit ose mund ju vetë ta kërkoni ke një person energjik dritën e universit, se nëse ju aktivizoni energjinë tuaj në mendime dhe në shpirt, ju arrini gjithçka. Kjo është pjesa e dashurisë të humbur.